Zoti Merkoçi, të mbetemi sërish te Gjermania ku aludohet në media se ka pasur një telefonat të tensionuar mes kancelarit gjerman Merz dhe kryeministrit Edi Rama. Ju sa e besoni se mund të ketë pasur telefonat të tillë duke nisur edhe nga shqetësimet e vetë Edi Ramës ditët e fundit, por edhe nga shqetësimet e vetë gjermanëve në raport me atë që po ndodh në Shqipëri? Nuk është puna se çfarë po ndodh në Shqipëri, duhet kuptojnë është telefonat e cila vërtet ky mendon dhe gjykon se atë që bëri tek bordi paqes me Trumpin kur i kërkoi Trumpit që të ndërhyjte në gjykatën speciale për Hashim Thaçin dhe atë ka kërkuar përsëri tek gjermanët që të ndërhyjnë për të fshirë emrin e vllajt të tij, i cili është bashkë me të Josifin, janë për call centerat në Gjermani ku kanë vjedh lekët e europianëve. Nëpërmjet skemës së call centera kanë vjedh parat e europianëve dhe unë ju thash pak më lart që dosja e Olçi Armës është emri i Olçi Armës në dosjen e hetimit të Gjermanisë. Nuk di nëse ka filluar gjykimi apo nuk ka filluar, por në hetim të plot apo në mbylljen e saj janë. Dhe pikërisht kjo e ka acaruar akoma më tepër Ramën, pikërisht sepse i del emri dhe mos harroni se janë po gjerman për çështjen Zibraka, ku Spaku arriti të japi atë lloj deklarate ku deklaroi që nuk është identifikuar si Olçi Rama, por nuk është identifikuar personi akoma se kush ishte në kufij. Dhe e gjithë Zibraka ka qenë po me gjerman. Domethënë hetimi ka qenë i gjermanëve dhe aksioni ishte i gjermanëve, u dekonspirua në Shqipëri aq sa u largua personi në fjalë. Kështu që gjermanët janë tepër të ndjeshëm për sa i përket hetimeve dhe emrave që kanë dalë. Mos harroni se janë edhe në SKCC që janë të përmendur emri i Ramës del gjithkund, apo edhe i vllajt të tij del në këto. Kështu që në Gjermani, thash edhe një herë, ka marrë përsipër si duket atë rolin kryesor për sa i përket luftës kundër drogës, krimit të organizuar, kundër korrupsionit dhe pastrimit parave. Dhe ajo që është më kryesorja është se qoftë në dështimin që pati, se gjermanët e quajnë dështim atë operacionin Zibrakës, dhe nuk duhet dështojnë më tek call centrat që e kanë totalisht në hetim dhe prandaj kanë kërkuar dhe një bashkëpunim me Spakun. Dhe Rama në pik kur Spaku nuk mundet më ta komandoj, unë kam thënë që Rama nuk e komandon më Spakun, e komandonte deri diku, kishte një farë përpas së ardhjes së FBI-s, domethënë rikthimit të FBI-s në Spak. Dhe DEAS amerikane nuk e komandon më dhe nuk kam absolutisht asnjë lloj influencë në Spak. Pavarësisht se trumpetohet apo bërtitet e thohet se Rama komandon Spakun. Zoti Merkoçi, çfarë ndodhi me Belinda Ballukun ku tashmë ajo nuk është më zëvendës kryeministre, kemi një tjetër zëvendës kryeministre siç është Albana Koçiu dhe nga ana tjetër a do të hiqet imuniteti Belinda Ballukut apo ajo vijon ende që ta shantazhoj Edi Ramën dhe mund ta mbaj peng ato deri në një moment të dytë, pra derisa të hiqet imuniteti për të hapur rrugën edhe Spakut në mënyrë që të bëhet mundur arrestimin e saj? Unë kam thënë që Edi Rama nuk ka probleme me Belinda Ballukun për sa i përket Spakut apo drejtësisë e cila ndodhet me Belinda Ballukun. Belinda Ballukun, nëse Rama në momentin që Belinda Balluku ka dalë nga Spaku si e pandehur, unë kam deklaruar dhe kam thënë që Belinda nuk jep dorëheqjen dhe Rama për ta heq Belinda Ballukun pa një vendim gjykate. Dhe kjo arsyeja i ka qenë gjithmonë, unë kam mbështetur gjithmonë atë idenë dhe kam deklaruar gjithmonë që do plasë lufta e rrugës. Pra, ta kuptojmë një herë mirë, Rama nuk ka problem nëse Belinda Balluku arrestohet apo nuk arrestohet. Nuk ka se çati nxjerri Belinda Balluku Ramës, sepse të gjitha dosjet, të gjitha aferat shkojnë dhe përplasin tek Rama, të gjitha bisedat e telefonave, të gjithë mesazhet e telefonave shkojnë po te Rama.
Kështu që nuk ka, domethënë Rama nuk është se është i varur nga Belinda, se po u arrestu Belinda do ashtu. Rama ka e para gjën që ka luftën me, domethënë rezistencën e grupit Belindës, themi, me Rama, me kokën e vet. Këtu flitet për kokën e vet. Nuk flitet për Ramën. Ramën a ikën Rama nga posti i kryeministit, ose ikën nga posti i kryeministit. Unë pa ta thënë që Rama më kollaj e ka të firmosi largimin e tij se sa Belinda Balluku pa pasur një vendim gjykate në dorë. Dhe fal Gent Ibrahimit, Rama luajti në gjykatën kushtetuese duke nxjerrë një vendim pa vendim. Pra, merr një vendim që mos ketë vendim. Dhe këtë e bëri për precedent. E bëri për precedent për shumë arsye të tjera. E bëri precedent për të thënë Spaku që nëse ti do marrësh përsëri një pezullimi për X apo Y, apo qoftë edhe për vetë Ramën, atëherë unë do ta dërgoj në gjykatë kushtetuese e Rishtas. Pra i dha të lirë hapësirë për të vepruar. Gjëja parë kryesore. Pra ju thoni se dakord, po të mbetemi te pjesa e raportit të Edi Ramës me Belinda Ballukun. Pra ju thoni më shumë se sa një raport institucional tashmë shndrohet në një raport personal, pra një përplasje personale. Kjo është konflikt rruge, unë ja u them prap. Është konflikt rruge, nuk ka lidhje me institucionin fare. Të gjithë unë i shoh, të gjithë pretendojnë se nëse do arrestohet Belinda do nxjerrë Ramën. Në të njëjtën kohë që letrat janë aty, të gjithë aferat janë aty. Pra vetë dosja e Belinda Ballukut është dosja e Edi Ramës. Ajo dosje ka emrin e Edi Ramës aty. Tash, nëse para 2 ditësh u mor nga Spaku dosja e portit Durrësit, tash Belinda Balluku është ke portit Durrësit, po them, po është Edi Rama. Sepse të gjithë koncesionet dhe të gjitha tendra që u bë tender pagar, u bë çdo gjë, domethënë urgjente, ligji, gjitha është Edi Rama. Nuk ka si çali. Belinda Balluku është zari, themi, në kuptimin figurativ. Është manikini. Të gjitha e manikinet e Ramës. Nuk bëjnë dot këta asgjë pa Ramën. Dhe këtë, jo se e them unë, apo kjo është në çdo bisedë, është publike, themi. Dakord, po pse nuk dakord, e drejt, po pse nuk e lëshoi Belinda Ballukun pa aq lehtë sa të lëshoi Erben Ahmetajn? Është lufta rrugës me po ju them. Rama është kërcënuar për këtë punë. Nëse ti do ta shkarkosh, do ta heqësh ti koka, dy qaf, është një bëj dy këtu më. Nuk ka me Belinda, unë pa ta thëmë, pa një vendim gjyqi dhe vendimin e gjyqi. Pse ju thoja që pa një vendim gjyqi? Sepse Rama kërkonte nëpërmjet një vendimit gjyqi, Rama të kërkonte të justifikonte shkarkimin e saj. Pra ta justifikonte tek pjesa e Belindës. Po jo se kishte hall me Belindën si Belindë më. Si Belinda merrte ai ishte në sekondaj. Po të ishte thjesht si Belindë. Si qoqi Spiropali në sekond, pa e pyet fare, sa ngeli u shtanga jo. E kuptoni apo domethënë nuk ka Belinda Balluku, po ju them që Belinda Balluku nuk ka qenë pjesë e Ramës për të qenë zëvendës kryeministre në mandatin e 4 të Ramës. Në mandatin e 4 të Ramës, zëvendës kryeministre dhe ministre e jashtme ka qenë Lea Ypi e caktuar nga Rama. Ka qenë 2. Kjo që u bë ministre e shëndetësisë dhe Lea Ypi. Soros komplet do mbyllesh qarku se kërkonte pasardhës të tij. Dhe në 2027 Rama pretendonte të kalonte në presidencë. Dhe Lea Ypi do bëhesh kryeministre. Ja, kanë qenë qartë, në sekondet e fundit është ndru. Dhe Belinda Balluku është vënë aty me urdhër. Dhe këta që kanë dhënë urdhër për Belinda Balluku, këta e mbajnë Belinda Balluku. Se kush e mba? Kush e mba Belinda? Thjesht si Belinda? Ju mendoni se thjesht si Belinda? Absolutisht nuk pyetej për Belinda fare. Nuk pyetej se shkojnë Spaku apo su arrestu Belinda. A flet apo s'flet Belinda? Do me thënë kjo shpjegon edhe atë
po themi akuzën e Spakut ose evidentimin që bëri Spaku që ka pasur grupet fuqishme të strukturuara kriminale që kanë kërcënuar dëshmitarët për, po themi, me orientimin e Belinda Ballugut. Po mu më ka dalë goja mrapa për këtë. Ose të them që jam i vetmi njeri që kam hedhë këtë lloj argumenti, këtë lloj alternative. Unë s'kam thënë që Belinda Ballugu nuk arrestohet, po arrestu Belinda Ballugu do ikë Rama. Jo, unë kam thënë, po iku Belinda Ballugu, Ramës ikën koka. Plas lufta rrugës. Oje, kuptoni se ku është situata në Shqipëri apo se kuptoni? Oje, kjo ka ndërtu mafja në shtetë dhe mi po tek mafja kjo kështu funksionon. Mafja kështu funksionon në këtë lloj forme. Nuk funksionon mafja se e arrestu në X-in apo Y-in, se çfarë do thot Belinda. Se unë nuk e di se çfarë do të tregoj Belinda. Do të tregoj korrupsionin, vjedhjet, do të tregoj çfarë. Çfarë bëri Belinda kur shkoi në Zvicër dhe çfarë ndodhi në Amerikë? Ti gjen këta gazetarët investigativ që dalin edhe tregojnë pralla rrugës. Çfarë ndodhi, pse s'ndodhi dhe pse iku në Bullgari? Pse u kthye Belinda? Se Belinda po të isha shumë kërkote ikte, u zhdukte. Po kthimi Belinda s'kishte siguri që kthehesh. Akoma nuk e kuptoj se si po funksionon ky palavoz pushteti, se s'ka shtet, tu vetëm pushtet, ju e pa që shteti kemi ne. Një president që shkon Maqedoni për kthimin shqipe ve kufje. E kuptoj se çfarë degenerimi kemi ne. Gazetari e pyet shqip, ai ve kufjet e do për kthim. Ky lloj përfaqësimi jemi ne. Në këtë lloj drejtë jemi. Të kështu i ka marrë gjithë këta. Të gjithë kështu i ka marrë. Manikina, të gjithë njerëzit e korruptuar i kanë qeveri. Të gjithë njerëzit e korruptuar i kanë pushtet në funksion të Ramës. Të gjithë në funksion të Ramës.